Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë se çfarë i ka bërë Konstantin Kristoforidi gjuhës shqipe. Konstantin Kristoforidi ishte një vleh. Fliste një gjuhë aromune dhe shqipe në të njëjtën kohë. Ai ka krijuar fjalën merimanga. Ju betohem, ai e ka futur në shqip nga gjuha aromune. Kjo është e tmerrshme. Por ai ka falsifikuar fjalën merimanga. Po ka falsifikuar dhe emrin e tij të plot. Emri i tij është Konstantin Ndelka. Është emër arumun. Ai e ndryshon në Konstantin Kristoforidhu në gjuhën greke. Fjalë për fjalë, ai që mban Krishtin. Kristoforos do thotë të mbash Krishtin në duar dhe ka qenë emri një shenjti. Është një histori tjetër, do e përmend këtë në një film tjetër se si lindi ky emër. Por Kristoforidi do thotë shenjtori që mbajti në shtëpinë Krishtin. Ky njeri ndron emrin në emër grek. Këtë gjë kanë bërë 1 milion shqiptar. Sot e quajmë veten grek. Ata që kanë emrin Doule, do thot skllav në greqisht, Dulet, sot janë bërë me Partinë e Bashkimit me Greqinë. Sklevrit e grekërve Dulet, nga Douleia, sklavëria, janë idhtarët më të fortë të Greqisë. Ky është kombi shqiptar. Këto janë shqiptarët. Njeri pa identitet, me emër të ndryshuar, me besim të ndryshuar 3 herë, ky është shqiptari. Dhe fjala merimanga është me origjinë nga gjuha aromune. Manga në gjuhën aromune ose panga vjen nga gjuhë slave, pajong, i thon merimangës. Ka hyrë në gjuhën rumune, panga, dhe në gjuhën aromune, manga. Meri do të thot e madhe në gjuhën aromune. E kuptoni apo jo? Merimanga do të thot një merimangë e madhe në gjuhën aromune. Asnjë nga anëtarët e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nuk ka hapur asnjëherë asnjë fjalor të gjuhës aromune, megjithse një pjesë e madhe e shqiptarëve janë aromun, vleh. Ish ushtar romak, ata që kanë masakruar ilirët. Këta janë aromunët, vrasësit e ilirëve. Janë vëllezërit tanë të dashur. Ky aromun martohet me një greke, Elena, ose Eleni, i thoshte asaj. Bëjnë 7 fëmijë që mësuan vetëm greqisht, jo shqip. Pra ky njeriu bë grek. Ka përkthyer dhjatën e vjetër ky në shqip. Dhe ka futur fjalën merimang. Të dashur shqiptar, shikoni mirë këtë fliqësirë, sepse kjo fytyrë e fëlliqur është fytyra e rilindasve shqiptar, është fytyra e shqiptarëve sot që kanë shkuar në Greqi, janë identifikuar si grek, ju mësojnë fëmijëve greqisht dhe do votojnë për Partinë e të Drejtave të Njerëzit, për shkëputjen e Shqipërisë së Jugut nga Shqipëria dhe dhënien e saj Greqisë. Këtë po bëjnë shqiptarët sot. Po lidhen me partitë më reaksionare në Shqipëri. Përfshirë dhe Partinë e Sali Serbit, që është përfaqësuese e interesave greke në Shqipëri, dhe këtë ka bërë ai që në dhjetor, me demonstratat e dhjetorit, me grabitjen e Partisë së Studentëve, ai kriminal ju ka shërbyer interesave greke, po ashtu edhe Konstantin Ndelka ju ka shërbyer interesave greke. Nuk është rilindas, është vleh. Dhe ai ka futur fjalën merimanga, që do të thotë fjalë për fjalë, një meri e madhe dhe manga, merimang, e madhe. Ka hyrë kjo fjalë nga gjuhë slave në gjuhën aromune dhe në gjuhën rumune, dhe është bërë fjala merimanga e shqipes.
Ky tani thot që fjala merimanga vjen nga fjala milingona e greqishtes. Dhe sot do ta kuptojmë që është një gënjeshtër. Është një mashtrim i madh i Konstantin Ndelkës. Pra, këtu kemi fjalën milingon në gjuhën helene të lashtë, që ishte Myrmex. Dhe gjoja nga fjala Myrmex ka ardhur fjala Myrmingi, që i thon milingonës. Dhe sipas Konstantin Kristoforidit nga fjala Myrmingi, milingon, ka ardhur merimanga në gjuhën arumune dhe merimanga në gjuhën shqipe. Dhe tani, ju duhet ta dini që meri i thon e madhe në gjuhën arumune, fjalë për fjalë. Do të thot një merimang e madhe. Tani përse fjala merimanga nuk vjen nga gjuha helene? Tani do pyesni ju se përse fjala merimanga e shqipes nuk vjen nga fjala milingon në gjuhën helene. Sepse varianti që shfaqet në helenisht, gjoja e shekullit të 4 të erës son, ka dalë më herët. E kam zbuluar unë në Azinë e Vogël, variantin grek të sotëm. Por nuk është i shekullit të 4 të erës son, por i shekullit të 3 para erës son, pra 700 vjet më përpara. Dhe si e kam zbuluar? Ky është një monument helenësh të dialektit dorik i gjetur në Azinë e Vogël. Dhe një nga ndërtuesit e këtij monumenti është njeri që ka mbiemrin Merimanga. Të shikojmë mbiemrin e tij. Këtu është mbiemri i këtij zotërisë, që është Helen, dhe quhet Dion Mirmingou. Mirmingou është rasa gjinore e fjalës milingon. Pra kjo është e shekullit të 3 para erës son, e regjistruar në Azinë e Vogël. Prandej vinë grekët dorik, kur përzihen nga turqit dhe zëvendësojnë helenët e Helladës. Pra, grekët e sotëm nuk janë helenët e lashtë, ata janë grek të cilët kanë folur dialektin pontik. Dhe emri milingonës është emri i këtij personi, Dion Mirmingou, fjalë për fjalë. Dhe tani shkojmë tek emri i milingonës në helenisht. Ky të dashur shqiptar është emri i milingonës në helenisht, domethënë në greqishten e sotme. Dhe siç e shikoni, gjinoria është Mirmingou, një lloj si emri i Dion Mirmingout të gjetur në shekullin e 3 para erës son nga unë. Në një dokument në Gur, në Azinë e Vogël, ndërtuesi i murit, Dion Mirmingou, është mbiemri i personit që quhet Dion, do të thotë Zeusi hynor, fjalë për fjalë. Pra, kjo nuk është origjina fjalës merimanga e shqipes, absolutisht jo. Të dyja janë insekte, por mënyra e krijimit të fjalës në gjuhën shqipe është sipas ligjeve fonetike të gjuhës arumune. Meri e madhe, manga i thon merimangës në gjuhën arumune. Panga i thon në gjuhën rumune merimangës dhe vjen nga pajong, që i thon merimangës në gjuhë slave. Të dashur shqiptar, unë ju them njerëzve që zbulimet i kanë bërë me inteligjencën kompjuterike, sepse nuk dua që ata ta besojnë që unë jam kaq i madh, kaq gjigant. Pra unë i njoh gjuhë slave dhe varianti panga, që i thon merimangës në gjuhën rumune dhe manga në gjuhën arumune, vjen nga pajong, i thon merimangës në polonisht, serbisht, rusisht, në gjuhë slave. Gjuha rumune e ka marrë këtë nga gjuhë slave, pastaj kjo ka hyrë në gjuhën arumune, vlehët janë dashuruar me shqiptarët, kanë shitur lëkura dhensh me njëri tjetrin, kanë ndëruar kërabat, barinjt, janë përqafuar me njëri tjetrin dhe kanë ndëruar dhe insektet edhe merimangat me njëri tjetrin. Fjalën merimang ne kemi marrë nga rumunët, nga vlehët, që ndryshe në Shqipëri quhen jevq të bardh. Po ashtu jemi dhe ne, albanët, jevq të bardh jemi. Jevq shëtitës që s'kemi lënë asnjë toponim në Shqipëri. Të gjitha toponimet në Shqipëri janë greke, por fjala merimang nuk vjen nga greqishtja, vjen nga gjuha arumune.
Edhe sikur ky të ishte huazim nga greqishtja, ka hyrë në Shqip nga gjuha rumune, gjithsesi. Pra Meri i thon e madhe. Manga, panga i thon Merimangës. E kuptoni të dashur shqiptar që zbulimi i Konstantin Kristoforidhit erdhi mbasi ai ndroi mbiemrin nga Ndelka, mbiemër armun në Kristoforidhu, mbiemër grek, u martua me Elenin, bën 7 fëmijë, u bë grek Kristoforidhi ynë i dashur, rilindasi, dhe na futi fjalën Merimanga duke menduar që vjen nga greqishtja. Jo, vjen nga gjuha vllehet të dashur shqiptar. Sepse varianti greqishtes që ne mendonim që është i shekullit të 4, është regjistruar në shekullin e 3 para Reson, zbulimi im në Azinë e Vogël, ndërtuesi i murit Dion me emrin dhe pastaj mbiemrin Merimanga. Do më thëmë Milingona në gjuhën helene, ne kujtonim se kishte Merimanga shqipes. E kuptua të dashur shqiptar që grekët janë të ardhur nga Azia e Vogël, mbas pushtimit të Azisë së Vogël nga turqit në shekullin e 15. Këta janë grekët e sotëm. Dhe këtë fjalë ne nuk e kemi marrë në shekullin e 15 kur erdhën grekët e sotëm, mbas rënies së Bizantit, por e kemi marrë nga arumunët të dashur shqiptar, që janë ish ushtar romak në Shqipëri, vrasësit e ilirëve. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në filma të tjerë shkencor.